Ndërkohë, do doja që në këto momente të ndaleshim pak te kampi I Gjadrit, I cili do të pres 40 emigrantë të palishëm me komsi të ndryshme, të strehuar deri më tani në Itali. Një çështje e cila pati një rrugëtim, le të themi, me përpjekje deri me ndryshim ndoshta destinacioni, pasi patim një marrëveshje mes dy kryeministrave, pra kryeministrit tonë dhe homologes italiane. Ndërkohë, sot ne jemi në kushtet kur priten që të vinë persona të cilët për arsye të ndryshme nuk janë pajisur me dokumenta në Itali. Kjo ka ngjallur mjaft reagime për hir së vërtetës. Megjithatë, unë do të lidhem me Juli Simoni. Juli, të përshëndes. Ju përshëndes. Aida, në fakt, si e thatë edhe ju, ishte planifikuar që të mbërrinin ditën e sotme dy anijet me emigrantë nga Italia, konkretisht njëra me 15 dhe tjetra me 25 emigrantë, por diçka e tjetër është shtyrë për ditën e nesërme, diçka tjetër bëhet e ditur nga autoritetet portuale në Shëngjin, të cilët janë njoftuar pra që anijat nuk do të mbërrinë gjatë ditës sotme siç ishte planifikuar rreth orës 15 dhe orës 19. Ende nuk dihen arsyet e sakta, por sipas informacioneve mendohet se ka patur det të trazuar për shkak të modit të paqëndrueshëm në pjesën e Italisë dhe autoritetet italiane kanë vendosur që ta shtyjnë pra për ditën e nesërme mbërritjen pra dërgimin e emigrantëve pikërisht në portin e Shëngjinit dhe më pas do të transportohen drejt kampit të Gjadrit. Qeveria Meloni po vend në këtë mënyrë në jetë dekretin e miratuar me 28 mars dhe tashmë kampi I Gjadrit pra do të jetë në funksion të emigrantëve që janë në pritje për të ju është refuzuar azili në Itali dhe janë në pritje për të riadhësuar pikërisht në vendet e origjinës, ndërsa pra duhet të thënë se duke ju referuar asaj çfarë thonë edhe autoritetet italiane, ata do të qëndrojnë pikërisht në kampin e Gjadrit për rreth 18 muaj është afati deri në shqyrtimin e dokumentacionit pra për t'i bërë gati dhe për t'i dërguar në vendet e origjinës dhe në këtë mënyrë do të thënë se është ndryshuar destinacioni I kampit të Gjadrit dhe qendrës pritëse të Shëngjinit, ndryshe çka ishte planifikuar në fillim për të dërguar emigrantë nga vendet e treta pra për t'i sjellë në Shqipëri në pritje për shqyrtimin e kërkesave për azil, por duke qenë se gjykatat italiane janë bërë pengesë për këtë marrëveshje mes qeverisë italiane dhe asaj shqiptare, me një dekret qeveria Meloni vendosi që ta ndryshojë destinacionin derisa të ketë një përgjigje përfundimtare pra nga gjykata europiane në lidhje me këtë çështje dhe tashmë pritet të shihet si do të funksionojë ky dekret I ri I qeverisë Meloni pra për sjelljen në Shqipëri, pra konkretisht në kampin e Gjadrit të emigrantëve të cilët pra ju është refuzuar azili dhe janë në pritje për të riadhësuar në vendet e tyre. Atëherë, ka ndryshuar diçka sa I takon masave që ndërmerren në këtë territor që menaxhohet nga fqinjët si pasojë e marrëveshjes së bërë që ngjalli mjaft reagime. Them këtë sepse dua të di me ndryshimin e targetit që do të vi këtu, a ka ndryshuar diçka dhe atje sa I takon masave të marra, Jul? Normalisht që po, do të thënë se niveli I sigurisë dhe masat të cilat ishin më parë nuk do të jenë më ashtu. Do të thënë shkak se tashmë këto emigrantë nuk paraqesin ndonjë rrezikshmëri të lartë nga ato të fillimit, pra por gjithsesi qendrat pritëse si në Shëngjin ashtu edhe në Gjadër janë plotësuar sërish me personelin e nevojshëm, edhe ata të cilët ishin e larguar, pra kishin bërë një pauzë gjatë kësaj periudhe për shkak të mbështetjesës së këtyre qendrave, është kërkuar që të rikthehen në punë që prej ditës së sotme për të vijuar misionin e tyre në zbatim pra të kësaj marrëveshje, pavarësisht se është ndryshuar destinacioni pra I sjelljes së emigrantëve, mund ta themi pra është ndryshuar ajo çfarë ishte planifikuar që në fillim. Gjithsesi niveli I sigurisë vjen të jetë maksimal
pjesën e jashtme të kampit të Xhadit që vjen që të jenë policia shqiptare, po ashtu karabinierët italian janë në pjesët e brendshme, por edhe punonësit e tjerë të sigurisë, përfshirë edhe ata italian, por edhe shqiptarë që janë të vendosur në këto dy qendra pritëse, ndërsa me interes pritet se si do të funksionojë pra ky dekret i ri i qeverisë Meloni. Është parashikuar që pjesa tjetër e emigrantëve të sillen përmes linjave ajrore, pra pak nga informacionet që ne kemi, pasi në ditët në vijim pritet të ketë një fluks më të shtuar, pasi ka një numër të konsiderueshëm emigrantësh të cilët janë në Itali, ju është refuzuar azili në pritje për të dërguar dhe për të riadhesuar në vendet e tyre të origjinës, dhe tashmë siç duket qeveria Meloni ka gjetur këtë zgjidhje për të sjellë në Shqipëri derisa të bëhet gati gjithë dokumentacioni pra për të riadhesuar këto kontingjente. E kuptoj. Ndërkohë, sa është kapaciteti nëse ne do të kemi 40 persona fillimisht? Si do të vijohet më tej? Pakën në kampin e Xhadit, pakën sipas informacionit që ne kemi, ka një kapacitet deri në 500 persona të cilët mund të akomodohen aty, pasi siç kemi deklaruar edhe më herët, nuk kanë përfunduar plotësisht punimet në këtë qendër pritëse në zonën e Xhadit, por gjithsesi po vijohet edhe në pjesën tjetër për ta zbatuar plotësisht atë projekt që ka parashikuar qeveria italiane për të rritur edhe kapacitetin në këtë kamp, pra që është ndërtuar pikërisht në zonën e Xhadit, por paktën aktualisht që ne flasim, pak deri në 500 persona mund të vendosen pikërisht në këtë qendër dhe duhet parë se si do të funksionojë në periudhën në vazhdim, pavarësisht se thuhet pra që ka një fluks të konsiderueshëm, por që nuk mund të qëndrojnë deri në 18 muaj, mund të kryen procedurat më shpejt dhe do të riadhesohen në vendet e tyre të origjinës, dhe më pas do të sillen edhe kontingjente të tjera pra përgjatë kësaj kohe. Faleminderit, ju përgjithëse solle në vëmendje, të përshëndes. Faleminderit dhe juve.